Faleminderit orkestra, kemi ardhur në pjesën e fundit e emisionit, duke folur sot për ngjarjet më të rëndësishme politike të këtyre ditëve të fundit. Nazarko. Në qoftë se është e vërtet, ose në qoftë se provojnë lidhjet për cilat flet ai ish oficeri i policisë midis zotit Tahiri dhe atyre personave që zhvillojnë veprimtari kriminale, atëherë nuk ka rëndësi fare se cila është e kaluara e zotit Zagani apo lidhjet e tij me Partinë Demokratike. Fundit ekziston dhe kategoria e penduarve të drejtësisë, të cilët janë kriminalë që bashkëpunojnë me drejtësinë dhe i shërbejnë asaj për të provuar fajësinë e dikujt. Por në qoftë se këto lidhje nuk janë të provuara, dhe Partia Demokratike merr përsipër duke ngarkuar zotin Pollo apo duke ngarkuar dikë tjetër për t'i provuar këto lidhje, atëherë jemi prapë në atë lloj modeli të bërit opozit ku zakonisht, o ato vajzat, o zoti Pollo, o dikush tjetër i turrit atje, merr përsipër që të zhvleftësoj rolin e akuzës si dimension i rëndësishëm i të bërit opozit në këtë vend. Qofse në vërteta pra insistoj, nuk ka rëndësi fare se ç'a është Zagani. Ka një moment tjetër në cilin manipulohet me publikun për të krijuar bindje në favor të njërit krah apo në favor të tjetrit. Momenti i avionëve dhe momenti i hartës drogës. Unë mendoj që treguesit më të rëndësishëm në këtë betejë që është dhe monitoruar ndërkombëtarisht, pra kryesisht nga italianët që vënë në dispozicion ato helikopterët, avionët e tyre, është numri i bimëve të mbjella në nivel kombëtar, në nivel tërësisht, pra në gjithë territorin. Dhe sa janë shkullur prej organ. Këto janë treguesit e arritjeve apo i dështimeve të policisë. Dhe jo harta. Harta çfarë tregon? Harta tregon që nga ngulimet përqendruara në një apo në dy vende si thot opozita, në Lazarat dhe në Dukaqin, tani për shkak të kontrollit fort të policisë mund të kemi përpjekje për ta mbjellë në parcela më të vogla, sepse në fundit hashishi shqiptar ka tregun e vetë dhe këtë e përcakton kërkesa. Kërkesa europiane për hashish do vazhdoj, do nxjis ata njerëzit që pa mundësi zhvillimi ekonomik të kultivojnë edhe në parcela të vogla. Por rëndësi ka në gjykimin tim jo manipulimi me hartën sipas cilit tër hashashi po mbulon Shqipërinë, por numri tërësor. Dhe këtu vjemi tek momenti i avionëve. Deri tani ne kemi lajme për 3 lajme edhe ndërkombëtare për 3 avion. I Divjakës 1, i atyre Llanajve 2 dhe ky tjetri 3. Edhe këto janë lajme ndërkombëtare, përfshi lajmin e Divjakës si lajm shqiptar. Unë nuk e vën diskutim fare që trafiku i hashishit ketë filluar të bëhet edhe me avion. Po çfarë tregon kjo? Kjo tregon ndryshim në formë, nuk tregon as ndryshim cilësor. Sa kohë që sasia e hashishit që transportohet me këto është për masa 80, 100, 200. Kjo tregon që në fundit rrugët e tjera po bëhen o më të shtrenjta o po bllokohen. Dhe fakti që janë kapur vetëm 3 tregon që kapja e këtyre mjeteve të fluturimit edhe nga italianët që duhet të kenë policisë shumë të paguar mirë se sa e Shqipërisë, kanë mjete teknike, radar të lartësisë, gjysmë lartësisë e tjera, është diçka e vështirë. Në të kuptim, mendoj që do duhet të hapim një pistë kuptimit të këtyre dukurive negative, cilat mos jetë partizane, ajo që thot opozita, ajo thot zoti Pollo, apo ato zëdhënësit, apo dhe krau tjetër, po të shikojmë në mënyrë më racionale për t'i kuptuar këto dukuri. Unë mendoj se para se të vim të ky sesion ku ndaj Tahirit u përdor ky numër argumentash për ta goditur, ka një vazhd e cila kam përshtypjen se kompromenton relativisht edhe vetë argumentat. Duhet të them me këtë. Me këtë duhet të them që ndaj Samir Tahirit opozita qysh javët e para kur ai mënyrë konsistente ka qenë detyrën, po në mënyrë konsistente ka qenë agresive. E pat
duke si një paravendosje që ky njeri do tjetë i dyshuar, si inkriminuar me afera e tjerë, jo droga, jo përdorus, jo lloj akuzash. Do të thënë, deri tek folklorikët, ato që zoti Pollo me drejt thotë që nuk duhen përdorur. Por unë them se është një impostim i keq. Sepse të luftosh sot me kundërshtarin që ti ke 3 plantacione gjatë qeverisjes tënde dhe unë kisha vetëm gjysmë, kjo nuk është se ke thënë ndonjë gjë. Tani këtu kultura e kultivimit drogës në Shqipëri është shumë e vjetër. Askush nuk zbulon Amerikën, veza Kolombit, domethënë që ti të thuash që sot ka drogë që mbillet kudo, kjo është diçka që dihet. Ajo shifra për 932 tonësh që mos gabofsha unë konvertohet diku ke 4.5 miliard eurot në tregun fundor në qoftë se shkonte në tregjet evropiane, tregjet e huaja, ajo është vërtet e verës 2013, qoftë se ne duam t'i ndajmë gjërat, po unë do të thoja që kjo është një qasje e gabuar. Ashtu si që është një qasje e gabuar, të thuash për shembull që nuk po afroheni dot as në periferit Lazaratit e jo më të hyni brenda. A thu se ishte Stalingradi dhe jo Lazarati. Që në një sens, kur shohin njerëzit që këtu një fshat, që le ta themi, ishte një territor off limits për, do me thënë, ishte jashtë kontrollit shtetit, prej vitesh, 2 dekada, aty bëhet çfarë të duash ti, do me thënë. Dhe kur aty bëhet një luftë e vërtet, për ta marrë atë fshat, jo në sensin për të ndërshkuar banorët, më shumë se sa për të ndërshkuar kultivimin e asaj lëndë që kishin si tradit banorët. Dhe kur ne shohim më pas që policia shqiptare, mbas asaj beteje për ta nxjerrë nga të qenit jashtë kontrollit atë cop territori, bën edhe një betejë tjetër ku rrëzohet për fat keq dhe një mjet fluturus i ushtrisë, i policisë, në Dukaqin, në një zonë shumë të thellë, me të vërtet me problemet shumëta përsa i përket kultivimit dhe shumë kapilarët kultivimit të droga me sa mësojmë edhe si gazetarë. Pra, kur policia vështirë se ka ditë që nuk raporton për qindra deri në mijëra rrënjë të shkullura ose të azgjesuara, atëhere, si mund të ndërtosh një teorem akuze, bëj pyetjen unë si qytetar i thjesht, si opozit dhe të kesh sukses, pikërisht për atë për cilin kjo polici thotë se unë kam arritur një, duket si naive kjo pyetje që ngrej unë, por realisht njeriu i thjesht, që i sheh gjërat vërtet në mënyrë shumë simpliste, thotë që këtu po goditet sepse ka dhe një lloj zilie ndaj asaj që po bëhet. Dhe realisht, siç u tha me drejt nga kolegët, ky lloj operacioni, duke qenë se është dhe shumë i vrojtuar dhe shumë i asistuar dhe nga ndërkombëtarët, dhe duke qenë se ne dëgjojmë ato që dëgjojmë nga personat që asistojnë, kryesisht italianët, unë besoj se ndërtimi i luftës politike mbi bazën e kontestimit betejës kundër mbjelljes së Shashit nuk është diçka e mençur. Pika e dytë, dhe këtu e mbyll, do doja të nënvizoj atë që tha me drejt afrimi, që pandëshkueshmëria këtu është një fenomen që është shtrirë në mënyrë shumë kapilare dhe që shtrihet që nga ata punojësit e policisë që kapen dhe nuk dënohen, persona që kapen, mbahen burg dhe sërish dalin dhe e bëjnë atë punë, dhe deri pastaj në nivelet e larta, dhe më lejoni këtu, unë nuk e di se si mund ta konsiderojmë për shembull Ilir Metën sot ta akuzojmë ti ke vjedhur për një çështje që nuk e di a do ta diskutojmë, po. Është në fakt nuk kemi kohë, po. Dhe ta akuzoj pikërisht personi që me një akuzë mbi 200 milion euro mbi vete, nuk u paraqit fare në gjykat dhe ishte akuzë zyrtare. E ke fjalën për kryetarin e Partisë Demokratike. Dhe e dyta, se si mund të akuzoj për kriminal ministrin e Brendshëm, i njëjti person, dhe më vjen keq vërtet përkon tek i njëjti person, një ish ministri i Brendshëm, ditën kur 4 veta u vranë, kur gardistët nuk ju dorëzuan prokurorisë, e cila shkoi me mandat. Policia nuk zbatoi urdhrin, ata u vranë nga armët e gardës dhe asgjë nuk ndodhi. Dhe pastaj hajde të gjejmë ministrin e Brendshëm që është kriminal. Sepse makina, absolutisht të gjitha provat në prokurori, si thanë dhe kolegët, nuk e ndajnë dot në parlament zotrit, është apo s'është Sajmir Tahiri i implikuar. Merren ato prova dhe çojnë në prokurori.
Do ju a jap në fund, po ta dëgjoj dhe zotin Vasjari dhe kthehem tek ju për përgjigjet e fundit, jemi në shumë vonë. Me që ngri debat, unë them që çështja e luftës kundër drogës ndahet në dy vektor analize. Së pari, pyetja e parë është, e kritikojmë, sulmojmë ministrin Tahiri sepse është i pa aft për të fituar betejën kundër trafikut drogës, apo e sulmojmë, e akuzojmë ministrin Tahiri sepse është i implikuar në trafikun e drogës. Janë dy gjëra të ndryshme, me distancë të ndryshme. Sa i përket së parës, unë besoj që... Po që implikuar nuk bën dot as luftën. Sigurisht. Unë them këtë që, në qoftë se do të marrim në analizë elementin e parë që a ka dështuar zoti Tahiri në çështjen e luftës kundër drogës, nuk kam guximin ta them këtë. Por ama them të tjetrën, zoti Tahiri nuk e ka zgjidhur çështjen e kultivimit të drogës në Shqipëri. Ka bërë një operacion, ka pasur një operacion suksesshëm. Eliminoi Lazaratin, i cili duhet thënë me zot qartë, ishte një ishull ilegaliteti me suport politik. Ishte pa mohueshme kjo. Në mes Shqipërisë kultivohet drogë, në pushtet ishte Partia Demokratike, heshte e tjerë. Ndërkohë që erdhi zoti Tahiri, sigurisht ne për herë të parë flasim për luftë kundër narkotrafikut, kundër kultivimit të hashashit. Edhe njëri kthem, a e ka zgjidhur, nuk e ka zgjidhur. Pse? Sepse droga tashmë kultivohet në shumë mikroharta të Shqipërisë, në shumë zona të Shqipërisë, dhe në fakt nuk është e vërtetë që droga kultivohet vetëm në zonat më mëdha. Droga sot kultivohet edhe në zonat djatha. Pra janë njësi të vogla që do të thotë se është bërë një fenomen endemik, por të kthyer tek elementi më i rëndësishëm, mendoj, nëse zoti Tahiri është i implikuar në këtë gjë, unë them kujdes. Këtu duhet kemi shumë kujdes. Pse? Sepse them që fakti nuk është fakultet politik, fakti është fakultet juridik. Është e drejta që e përcakton nëse ai është implikuar ose sepse shumë e rëndë kjo, e kupton të ndodhin gjëra të tilla në është marrëzi e madhe. Ku i ngre opozita? I ngre në bazë të deklaratave që bën një punonjës policie. Personalisht unë nuk e di nëse ai thot të vërteta ose jo, nuk marr përsipër ta them këtë gjë. Dhe nuk besoj se dikush prej nesh mund marrë përsipër thot, ai thot vërteta. Jo. Mua më shqetëson mënyra se si ai bën deklaratat, vendi se si ai bën deklaratat, etj. Sigurisht ai mund të ketë alibin që nëse unë shkoj, më kapin, më dënojnë, i kam kundërshtar politik etj. Por ama mua kjo më lë hije dyshimi. Në të gjitha rastet më lë hije dyshimi, sepse bëhet fjalë për akuzën ndaj ministrit brendshëm nga një individ i cili për mua është gati apatrid, unë nuk e di ku gjendet ai. Prandaj unë kam dyshime. Dhe për të ardhur tek pyetja juaj që ndërtuat, a duhet kërkuar dorëheqja e... A ngrihet një aksion? Po, a duhet kërkuar dorëheqja? Tani, dy fjalë. Personalisht, unë besoj që... Unë, me keqardë të them, unë e shikoj opozitën nervoze. E shikoj nervoze dhe gati e shikoj të pa reabilituar emocionalisht nga humbja para 2 vjetëve. Sepse, do ta besoja, dhe mund ta besoj dhe mund ta mbështes opozitën kur fillon betejën kundër Saimir Tahirit. Problemi është që opozita ndjek të njëjtin model politik, pra kjo opozitë e sotme, të njëjtin model politik, të njëjtën sjellje që bënte opozita që sot është pushtet. Po ta vështre, opozita sot thot, jo kundër gjithçkaje. Një opozitë që thot kundër gjithçkaje. Përse duhet besuar se ky është problemi i madh. Ky është problemi i madh. Është, tha me drejt Nazar, o do dalin vajzat, o do dalin zoti Pollo, ose tashmë kemi futur konceptin e qytetarit digjital, që është i rrezikshëm për mua. Dalin u shkrave dikujt, del doktori tregon me mesazh. Ata mund thonë edhe gjëra të vërteta, unë nuk i paragjykoj as pak, por nuk mundet që ndërtohet betejë politike mbi konceptin e qytetarit digjital, e kupton, sepse është sot në Shqipëri mund dalin 1000 qytetar digjital, të thonë 1000 broçkulla, e kupton, dhe nuk mund ndërtohet mbi këtë betejë politike. Ky është shqetësimi më i madh. Ke zotrin probleme me ministrin Tahiri? Ke fakte? Ka një institucion që është prokuroria e përgjithshme. Unë nuk besoj që opozita sot të ketë, të imi një lloj distance ndaj prokurorisë apo një lloj aversioni ndaj prokurorisë. Prokuroria brenda limiteve të saj, e kupton. Unë besoj që ka lëvizur, ka punuar, nuk mund mohohet kjo gjë. Pra thelbi është ky. Nëse do të pyesin mua që a ka të drejtë opozita kërkoj dorëheqjen e ministrit Tahiri, them që dyshoj se ka drejtë. Dyshoj se ka drejtë që të kërkoj dorëheqjen e ministrit Tahiri. Okej. Zoti Pollo. Edhe herë, çfarë themi, e para, dakord, është mund të kritikohet fare mirë opozita, po duhet ruajtur edhe masas, që duhet thot vetëm jo
më duket është pak e tepruar sepse shenjat e bashkëpunimit aty ku është i arsyeshëm edhe janë treguar. Jepni numëroni 2 raste, 3 raste shumë shpejt, lutem, në lidhje me bashkëpunimin. Po të themi për reformën drejtësi, që e presim të ndodhi. Të themi për një gjë... Pallati i madh, dhe kompleksi i madh i pallatit. Të themi për një rast nga komisioni im, Këshilli drejtues i radio televizionit. Nuk është në gjë rëndësishme, po është diçka simbolike, por tregon diçka. Nuk është rëndësishme në kontekstin e madh cilin kasim, por tregon diçka. Tani që të mos, edhe një herë po e përsërisë, ndoshta nuk u shpjegova sa duhet mirë, që në qoftë se opozita mendon përfaqësues të opozitës, nuk ka rëndësi është një vajzë 10 vjeçare apo është një burr 50 vjeçar, se gjithkush që flet mban përgjegjësi për atë që flet. Nuk është se ma tha dikush edhe nuk e verifikova. Atë që nxjerru nga goja, atë gjë unë e marr, për atë unë e marr përgjegjësinë. Atëherë, kemi këto të dhëna jo vetëm nga ai polici i cili ka operuar në Fier, ka emrin Zagani, por dhe nga të dhënat e tjera dokumentare, të cilat për një mendje të shëndosh, për aq fakte sa janë tregojnë një implikim me persona problematik, kontingjent policie. Dhe më thoni një vend, jo vetëm të Evropës, por edhe të Kaukazit, edhe të Amerikës Latine, ku të dilte një lidhje e tillë për ministrin e policisë dhe të vazhdonte i qetë në detyrë i mbrojtur me mënyra të ndryshme. Tjetra që do shtoja për një koleg tuaj është që delegitimimi i opozitës, duke përmendur akuzat të Ina Ramës, të drejtat gabuara, fakte të thëna e stërthëna, nuk është një shërbim i mirë i demokracisë. Është një krahasim anakronik i rrethanave të ndryshme, ndërkohë që nëse nuk do ishte opozita sot, nuk do kishte zë tjetër për të folur për zullumet reale për cilat ju publikisht, ose privatisht vini dakord dhe që bëhen nga qeveria. Nuk e ka forcën as media, nuk e ka forcën as shoqëria civile, nuk e kanë forcën analistët, nuk e kanë dhe informacionin, natyrisht nuk e kanë dhe kurajon për ta thënë atë mënyrë, e tregoi intervista e ndërprer e Zaganit. Intervista e ndërprer e Zaganit. Ore, këto janë realitetet në të cilat jetojmë. A kemi ndërtuar për 8 vjet apo 20 vjet, kjo është i çështje që... S'keni ndërtu lirin, s'keni ndërtu pluralizm. Por pluralizmi është diçka e përbashkët, nuk e bën një subjekt politik, jemi qetë. Rrethanat është i shikojmë objektivitetin e dur. Nëse zullumet, për përdor këtë fjalë turke, nuk do të denoncoheshin nga opozita, nuk besoj që do ishte shoqëria civile, analistë nderuar, etj. Do me thënë, mund të ketë edhe në i teprim, mund të ketë në i zell të egzageruar, mund të kemi, nuk po flasë për Partinë Demokratike tani, pra shikojeni në kontekstin e madh të gjërave, edhe në rast se ka në një teprim të paktën shikojeni që është më mirë të kesh diçka reale me teprim se sa të kesh zero dhe të kesh një pushtet më shumë. Do shkonim prokurori, një pyetje drejt për drejt. Në rast se na thret prokuroria, pa dyshim. Tani ato deklarata ti çosh me post, edhe mund ti çosh me post. Mos kallëzimi i krimit është po vepër penale sa ai krimi. Ora u kallëzua publikisht. Unë përmenda konceptin të nisjes hetimit penal ex officio. O nuk ka ex officio, nuk funksionon ex officio. Janë thënë ato gjëra. Prokuroria dëgjoj edhe Sajmir Tahirin që vajti të rrëfehet për ato. Pra, çfarë i mungon prokurorisë që t'i kërkojë ato të dhëna, dokumentat e Timsit të makinës ku u thonë Sajmiri me të shoqen, Jati Sajmiri me të shoqen dhe Abila i të bashkë në një kohë, të dokumentuar, pra që tregon një lidhje midis tyre. Dhe në qofse këto persona janë trafikant, ashtu si dëshmon Zagani, si dëshmojnë policë tjerë, atëherë kemi një ministër që ri bashkë me ta. Unë nuk po i them po bëj avokatin e mirë Sajmir Tahirit. Nuk ndron pare, nuk nën drogë me ta, vetëm ri bashkë me ta, pi çaj me ta. Nuk pi me mbretëresht në Anglisë, pi me ta. Kemi një problem dhe ajo që përsërisësh jo vetëm në Evropë, por dhe në Kaukazën, Amerikën Latine, në momentin që kjo verifikohet, ministri i Brendshëm pa u shpallur fajtor. Jep dorëheqjen, sepse moralisht nuk është më në gjendje ta ushtrojë këtë funksion. Dhe prokuroria verifikon nëse këto fajsime që u bën nga opozita janë apo jo të bazuar apo jo. Nuk tham që është fajtor. Nuk tham që është fajtor, po tham që me këto të dhëna nuk shndrin ato fiq. Dhe këtu ka një dallim që duhet ta bëni ju. Një sekond, jeni politik që në 91. Nuk e keni ndërtuar institucionin e dorëheqjes. Çfarë dorëheqjesh kërkoni?
Këtu ka pas një çerek shekulli njerëz që vetëm kanë bërë zullume, s'kan lëviz, tani një ditë bukur pa prit me zot, ky do iki sepse kështu thot një intervistë. Këtu ka pas 1000 intervista, 2000 fakte. Ka një intervistë, ka sa prova tjera. Se kemi ndërtuar institucionet, ore, qofshim e pas një bërë gabim. Dhe 25 vitet e tjera nuk do ndërtojmë do në një gjë më shumë se që ndërtuar. Ka një komision, se fol për institucione, opozita me vështirësi arriti ndërtonte me gjithë kundërshtimet e mazhorancës, një komision për emrimet në polici, i cili konstatoi që emrimet e reja e rilindiste ishin të personave problematik. Dhe këtu kemi një segment tjetër që na çonte sipërfaqja. Dhe ajo, dhe që me që kolegove të drejtë... e njërë debate që pjesë e fundit fidet pa fund, po të lutem dhe që pjesë e fundit fidet pa fund, unë nuk e bërë këtë që kur foli zotëria. Jo, atere me që duhet kisha dokumentacion me vete, unë jo qytetarin digital, por pajisjen digitale, të lutem. Unë sjell dhe tregoj hartën, të lutem që të tregoj 3 vatrat që i përmendim me të drejtë, 3 vatrat e 2013-ës, që janë përkatësisht Lazarati, Lumi Vlorës dhe Dukagjini, dhe situatën e tanishme. Dhe situatën e tanishme ku mbjellja është masive. Dhe këtu dalë një element tjetër. Këtu kemi, dhe këtu është burimi është policia shtetit. Do bëhemi kredibil para publikut. Vjen një situatë që nuk është policore, nuk e dakord. Që kjo është harta... Kemi një situatë, e lash hartën këtu, nuk është policore, është politike. Ne kemi një deputet, një zotin Koço Kokdhima, i cili është shumë i rëndësishëm Partinë Socialiste dhe u emërua me një përgjegjësi të madhe për jugun e vendit. Që kanabisin mjekësor, të lutem, ose jo. Samir Tahiri, pavarësisht nga gjithë këqijat, ka meritën e vetme, por të vogël, që një herë të vetme ka thënë jo, të kanabisin në vendit i palishëm. As një herë nuk e kam dëgjuar Edi Ramën të dali dhe ta thot, ndërkohë që kur e thot një deputet i mazhorancës dhe një deputet që si dihet emri. Çfarë krimi është i Koçës? Është krim opinioni apo krim? Atëherë përgjegjësia politike e kryeministrit do ishte të thoshte 2 herë në javë. Jo ministri Brendshëm. 2 herë në javë, sepse nuk ka të ndryrje të fundit raport të zotit Tahiri Krasin. Vetëm ndryrje e fundit vasjare me zoti Pollo. Unë po përpiqem të argumentoj se nuk po fyej njëri. Në momentin që përhapet mbjellja e kanabisit në Shqipëri, ka një zgjidhje morale, duhet të dilte gjithë qeveria bashkë ta thoshte, e ka thënë, nuk ja mohoj. Vetëm një herë të vetë ka thënë Tahiri, duhet ta thoshte si ministri i Brendshëm 7 herë në javë. Nuk e ka përdorim mjekësor 15 minuta që por më e rëndësishme se zoti Tahiri, unë po e përsëris, ndoshta duhet zoti Rama. Ndoshta nga që bën zhurmë dhe duhet se duhet ta them prapë, ndoshta publiku e ka kuptuar dhe kolegët janë këtu. Duhet ta thoshte qeveria e tërë është ndaluar, do jetë i palishëm, ka një vullnet konsensual, siç e kishim për NATO-n eventual, siç e kemi për politikën e jashtme, jemi kundra legalizimit kanabis. Nuk e thot Edi Rama, e thot Koço Kokdhima është dhe fshatari do dëgjojë tani atë deputet e fuqishëm. Dhe kjo shpjegon atë hartë se këtu është po lutem pra. Nuk është shpjegja e qarkut logjik. Po vjen këtu. Mundemi të Një sekundë, jo, do thosha vetëm të gjë që unë nuk e di nëse zoti Pollo thot vërtetën ose nuk e thot, por e kam bon sensin për të besuar që zoti Pollo thot vërtetën në këto historie. Po kush problemi i opozitës, mendoj? Problemi i opozitës është që në vështrimin tim opozita ende nuk është legjitimuar moralisht në betejën e saj politike. Dhe ky është problemi i saj themelor. Përse iku opozita nga pushteti? Opozita dhe përgjithsisht, ish pozita, përse bien pushtetet, përse kanë rënë këto vite pushtetet? Nuk kanë rënë për shkak të mosmbajtjes premtimeve. Ja, nuk kanë rënë. Bien shoqëri të tjera për shkak të mosmbajtjes premtimeve. Pushtetet në Shqipëri kanë rënë për shkak të degradimit pushtetit dhe të delegitimimit moral të pushteteve. Dhe Partia Demokratike iku nga pushteti pikërisht për të. Zoti Pollo sot thotë që ministri Tahiri e tjerë i dëgjuam këto. Dhe tha para 5 minuta që në çdo vend normal, në qoftë se ti do të kishe lidhje, pra ti, funksionari i lartë i shtetit, ministër, lidhje me dikë, duhet t'jepje dorëheqjen. Po, është një standard që zoti Pollo, partia e zotit Pollo, kur ishte pushtet nuk e aplikoi. Dhe ky është jo dyshimi im, po dyshimi i shoqërisë. E kupton, them, a kanë të drejtë, a kanë legjitimitet moral këta të pretendojnë një sjellje të ndryshme ndërkohë që kur ishin vetë nuk e bën. Opozita ka vetëm fjalën, jam shumë dakord me këtë. Opozita ka fjalën, por problemi është këtu. Nuk duhet të spekulojmë, nuk duhet të sekretari digjital, një koleg analisti juaj më thot me 2 fjalë opozita nuk po qeveris mirë. E ka moto të tij këtë. Sigurisht edhe opozita në një farë mënyrë qeveris. Edhe opozita në një farë mënyrë qeveris në këtë vend.
Unë uroj që opozita mos tjetë problem në këtë vend. Çështja është që a është e legjitimuar moralisht sot opozita për ndërtuar betejë të tilla? Por kemi problemet e po dakord edhe opozita ka problemet e veta. Mega zullumin qeveritar. Problemi shtohet tek besueshmëria. Po jam dakord me këtë që vetëm një frazë besueshmëria me një balla për ta mbyllur. Balla lutem. Jo, për kriminalizimin do flasim ne çik. S'kemi më kohë. Iku, vajti 12 i çereke e harxuat gjithë pjesën. Ajo ishte qershia fitore. Zgjatë vetë se herën e parë nuk e shpjegove mirë, dhe pastaj the dyre prapë se shpjegova mirën e parë që Kemi firmos me zot. Ju lutem. Në fund stazja. Terezit prapë. Ajo që në vizoj zoti Pollo mendoj, për sa i përket deklaratave të deputetit Kokdhima, unë besoj që ka një peshë dhe ka një realisht ka i përmas që duhet marrë parasysh, në sensin që kur e gjitha një klasë politike nga pozicioni respektiv debaton çështjen e kanabisit, kur ka një polici shteti që pretendon se ditë për ditë bën ato që bën, kur ka një majorancë e cila thotë se ne Lazaratin këtu normal. Vullnetin e kemi. Dhe pa prit mas një zë autoritar brenda majorancës, sepse Kokdhima është një zë autoritar sidomos në pjesën jugore të Shqipërisë. Del dhe thotë diçka e cila për mendimin tim është gjëja e gabuar në kohën dhe në vendin e gabuar, atëherë këtu ka një problem, sepse duket sikur pa dashjen e zotit Kokdhimas, dua ta akuzoj për asgjë, ai është munduar ta elaborojë idenë e tij lidhje me përdorimin që do të kishte hashashin fushat caktuara. Atëherë pa dashje realisht jep një mesazh krejtësisht të gabuar pikërisht atje ku policia e shtetit lufton ditë për ditë. Nuk dua të them se deklaratat e Kokdhimës kthehen pa pritmas në mira rrënjë kanabis çdo ditë, por që janë të gabuara për mesazhin që japin dhe nga institucione shumë të larta, po duhen parlamentit, tribunat e shtypit etj. Unë besoj që janë realisht të gabuara dhe bashkohen vërtet me atë që thotë zoti Pollo që duhet kishte një deklarim në nivel të lartë të majorancës, që këto deklarata janë personale dhe nuk implikojnë absolutisht në asnjë lloj mënyre. Me sa kam idenë unë, zoti Rama ka thënë eksaktësisht këtë gjë. Të fras ka thënë. Që ato janë mendime personale të një deputeti. Opozita ndjek me vëmendje çdo rruga jonë është lufta kundër ecim këtë që kërkoi zoti Mingjozi e ka thënë kryeministri. Dhe po ja them dhe unë si nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, që opinioni personal i një deputeti nuk ka të bëjë fare me linjën zyrtare të miratuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, që sa të jemi ne në qeverisje, nuk do të ketë kurrë legalizim të hashashit në Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo i ve kapakun gjithë historive të personale, mendime personale, shumë mirë që mund të ketë mendim personal njëri, bie dakord që ndoshta nuk është bërë në momentin e duhur. Po diçka duhet ta them, meqense sot u mblodhem për çështjen e aksionit të opozitës kundër Sajmir Tahirit. Unë do të bëja një thirrje miqësore opozitës. Unë e mirë kuptoj, kam qenë vetë në opozitë dhe rikthimi juaj në parlament në sesionin e ri të vjeshtës, ndoshta ishte i çik i vështirë pa aq kohë sa kishit lajmëruar që ose të pakën vjeshta do të ishte vjeshta e protestave. Në mungesë të protestave në rrugë, të lutem, në mungesë të protestave në rrugë për shkak të arsyeve temperaturave të larta apo mosardhjes njerëzve, ne kemi parë dje dhe unë nuk kam dyshim që sapo që të çohet flas ministri i Brendshëm ditën e njëjtën në parlament për aktin normativ për rektifikimin e buxhetit, sigurisht do të çohen deputetët e opozitës dhe do protestojnë, s'do e lënë flas, sepse ka dalë një zagan i cili thotë këtë. Nuk është kaos politike të marrish në mbrojtje, siç ju theksuat, ndoshta të riqeni nesër, marrish në mbrojtje një person që sot është nga drejtësia e vendit tim i kërkuar, nga drejtësia e vendit tim ka shkelur vendimin e gjykatës, është i dënuar me detyrim paraqitjem. Dhe ky tha para pak që ne marrim mbrojtje sepse ndihet i kërcënuar. Më falni, ndihmoni drejtësinë dhe i thoni drejtësisë ku është ky dhe të vi dhe po ju themi gjë meqense kam këtu përpara zotin Pollo. Unë e kam akuzuar zotin Pollo për një tender publik, por kam bërë dy veprime që mendoj që janë pjesë e veprimit të një opozitari. Spari kam bërë një interpelancë në parlament për këtë çështje dhe s'dyti kam shkuar në prokurori po për atë çështje dhe kam bërë një kallëzim penal për çështjen.
Cilën e dënuar për shpifje. Jo, prit. E kam fituar çështjen, po ti se si serës e fitova në apel çështjen ndaj teje. Po s'ke marrë vesh gjë se s'ka thënë avokat. O e kam fituar. Or zotëri dashur, e kam fituar. 1 euro qoftë. Jo, e kam fituar në apel. Po është rrëzuar në apel, e ke çuar ti në gjykatë lart, mos tu rrëzuar. Po ti s'di gjë, çfarë them tash. Unë e kam fituar atë çështjen ndaj teje. Për pjesën e shpifjes, të lutem shumë. Unë, ju morë zotëri dashur, e kam fituar çështjen. E kam fituar, edhe po të ma jepi e kujtë që kujtë e adhuroj. Dakor, gjykata e shkallës parë ka dhënë vetim favor tënd, në drejtsinë e këtij vendi apeli e ka rrëzuar dhe fitues jam unë. Pak rëndësi ka. Tani, pak rëndësi ka, të lutë, po tash i pyet avokatën se... Po e vërtet nuk e dini se si keni dalë gjyk me... Unë kam qenë prezent në gjitha, tani ta mbaroj. Standardi zotëri. Standardi është interpelancë dhe dozon në prokurori. Nuk më ndërpret dot, të mbaroj trajtimin e tezës time. Tani, para 2 muajsh, u kap në Gjermani një avion, një pilot amerikan, që transportonte drogë. Nuk nxitoi as në shtetin gjerman njëri dhe thoshte që këtë e ka ky ministër apo atë atje në Amerikë ka ky ministër. Tu ka një problem shumë madh. Problemi është që sa herë që ndodh një gjë, me njëherë del opozita dhe shinjesrën e ngrë lart. Madje do ju themi gjë që një koleg i opozitës dje ma tregojnë ku vendi është shumë qesharake. Kur u kap një sasi droge në Zibrak, një fabrik droge në Zibrak, më tha, kolegu opozitës tha, më thirrën me njerë, tha, dhe do dalis konferencë për shtyp, dhe do thush që ajo fabrike drogës është e Taulant Ballës, sepse kishin ngatruar fshatin Mirak me fshatin Zibrak. Miraka është Librash, Zibrak është në Elbasan. Sa mirë bashkëpunojnë ta me edhe, shiko, dhe duhet dile në konferencë për shtyp, të akuzojë Taulant, kur e morën vesh që Zibraka nuk ishte në Librash, jo të lutem, akuzuan i deputet tjetër që mbulonte atë zonë. Tani, kjo historia juaj, unë kam qenë, unë kam qenë opozit, por në 4 vjetë të opozitës kam bajtur vetëm një kaos. Kauzën, të lutem, ore, kauza, çështje ditore në politika sa dush, kauza ka një. Ta zotrit s'kan kausat. Do Shqipëria për metë. Polo, e fundit lutem. E vërtet është që në Gjermani mund të ndodhur kjo, në qofse në rastet e avionit Divjakës dhe avionit Vlorës është folur me forcë, sepse në rastin e parë u dyshua dhe në rastin e dytë u provua për zgjedhjes së autoriteteve shtetërore. Në rastin e dytë, një polic riemruar nga rilindistët, ndërkohë që ishte shkarkuar për shkelje të rënda. Kjo e bën dallimin. Pastaj që droga transportohen me anija apo me avion, kjo është një çështje logjistike. Atëherë ta mbyllim këtë çështje. Jemi te tema që ju shpallët 15 minuta përpara, dekriminalizimi. Kemi firmosur një marrëveshje në dhjetor, nuk është realizuar nga Partia Socialiste. Keni depozituar? Kemi depozituar 2 projekt ligje në mes të vitit, kur ishte afati, e ka firmosur zotëria. Tani në shtator përsëri. Mundet që të bëj dhe unë kritikun e opozitës, mundet që nga zelli tepruar, nga dëshira e mirë, nga nxitimi, nga ideali, të propozoj një projekt ligj, një reformim kodit penal që është çiksi shumë rigoros. Mundet tani që mazhoranca që i ka brenda për brenda, që s'do t'i lëshoj, që s'do t'i trëmbi, që do t'i përdori, e bën pak më të laksuar, e bën më të relaksuar propozimin. Po në fundit, pyetja ime, s'ka marrë përgjigje për këtë, e them vazhdimisht parlament. Edhe unë pyetjet i bëj derisa momentin që marr përgjigje, nuk i bëj më për propagandë. Jo, po se kam përpyetjen akoma, të lutem. Po e ke bërë në parlamente. Po se kam marrë asnjëherë, sepse cila është pyetja? Merr përgjigje. Tani kjo mazhorancë i ka 35, nuk i mori me vota, i bleu 2, 3, 4, 5 e më shumë deputet. Mund të ndryshoj kodin penal. Kishim konferencën e kryetarëve dhe ministri tha ta bëj atë ligjin e informalitetit, pra do i rrisin gjobat nga 200.000 do i çojnë 1 milion, ja kundërshtoi socialisti, kryetari i komisionit ligjeve, nuk arriti të fliste opozita për mënyrën e shpejt kundra rregullore se si donte ta kalonte. Pra i ka mundësit, nuk e bën. Dhe ndoshta me atë variant do ta bëj apo do ta bëj apo jo? Cila është pyetja? Pyetja erdhi pikë, pyetja të dëgjojeni. Në qoftë se do ta bënte, do kishte mundësi që edhe me atë projekt ligjin e laksuar, që përgatiti Partia Socialiste, kandidati i Kavajës...
kandidati, jo më ju kishit 3-5, apo ju i bëni spysni, apo ju edhe kushtetutën do në ndryshoni, kjo është pyetja konkrete. Pyetja është. Jo, një parim i mirë që ligjet tilla bëhen me konsensus, ju e keni shkelur. Si është kjo kritika është bërë përpara? Ju keni patur një projekt ligj i cili eventualisht mund edhe mos bëheshim helaq edhe me Amerikën, edhe me Evropën që tha, në qoftë se kandidoni këto, ç'donin Bashkimin Evropian. Po ta kishin bërë atë, nuk do vijë Edi Rama para përgjegjësisë, nga që ka miqësi me Roshe dhe me Bushin, ja kërkojnë firmën do ta japi. Bënte ligjin dhe thoshte ndalon ligji, ky është sistemi. Dhe nuk e votuan. Tani jemi në një fazë 3 që është depozituar përsëri një projekt ligj. Ja, të pyesim, është depozituar, do miratohet, e penguan këtë konferencë, do bëhet mas një javë, etj. Tani është çështje vullneti. Tani është çështje vullneti dhe kjo do ishte tema kryesore, po ndoshta mbeti në fund sepse u morën me Sajmir Tahirin e Kushirit e tij. Ndoshta në mënyrë jo profesionale për sa i përket. Qartë pastër bukur. Edhe pak javë dhe Shqipëria do të ketë një ligj që parandalon përfshirjen elementëve me rekorde kriminale, qoftë... Pse se bëtë se kishit kaq kohë. A pyte pëse do e bëjmë të shifë? Do jetë dokumenti që ka paraqitur PD-ja i përfshirë në këtë ligj? Në cilën parlament botës, një draft që vjen nga një palë, nuk ka drejt palë tjetër që t'japi dhe ndoj propozim. Dhe kontaktet janë, mazhorancë opozit, që ne të kemi një ligj që e bën këtë taksative dhe parandalon që në këtë vënd në parlament të lutem, mos e bëj zhurmus. Në parlament të mos penetrojnë elementet me rekorde kriminale. Vetëm se, me qenë se u bë kjo pyetje përgjigje, unë kam... Jo, nuk kam pyetje. Jo, të lutem. Do ta mbyll, nuk kam mundësi. Kemi një rast dorëheqje e cila duhet përshëndetur. Deputeti... Pa komentuar mënyrën e dënimit, arsyet e dënimit e tjerë më radhë. Kam një pyetje. Por, do jepni ju një shembull personal si Parti Demokratike, nën kryetari i partisë tuaj, Arben Ristani, në frymën e kësaj dekriminalizimit, do japi dorëheqjen? S'është dënuar as ka një rekord. S'është dënuar? Shiko, ne patëm... S'është dënuar? Ne patëm po. S'është dënuar, ja këtu ka qenë, e ka pranuar që ka qenë dënuar. Jo, e ka sqaruar vetë. Por është dënuar për korrupsion, zotëria. Do ta japi dorëheqjen nën kryetari i partisë tënde, se në fund eksperiencat më të mira ndërkombëtare kanë treguar që partitë politike e tregojnë vullnetin e tyre, partitë politike e tregojnë vullnetin e tyre me shembuj dhe dje përsëri në parlament ka pasur dhe një standard tjetër. Nëse mbani mend, para 4 vitesh, në një stadium të Shqipërisë, deputeti i Partisë Demokratike qëllonte me pistolet. Mori masat nga Sali Berisha i pari, nga Ministri i Brendshëm, që të fshehin gjitha provat, të ndryshojnë të armën e deputetit partizanit. E pra kjo është standard. 19 deputet me rekorde kriminale ka Partia Socialiste. 19 deputet kanë shkuar në burg, një dhe i kanë përjashtuar. Më jep një emër. Unë të thash Arben Ristani. Unë them Lulzim Basha. Unë thua emrin o zotë. Ne patëm një test të ri. Arben Ristani, do japi dorëheqjen. Ja po Ristani se do vi, unë nuk e di. Arben Ristani do japi dorëheqjen. Brenda disa javë do ta kemi ligjin e ri. Jeni i kënaqur me këtë? Ajo që po them unë është që nuk mora përgjigje pse 6 muajt e parë, megjithëse firmosën për këtë, megjithëse votoi dhe Edi Rama për këtë, shumica, edhe pse kishte numrat, nuk e miratoi një ligj të tillë. Atëherë patëm zgjedhjet dhe u testuan të dyja palët. Partia Demokratike i tërhoqi kandidatët e vet që mund të kishte me probleme. A ka mundësi se kjo është helpsoria? Ja merre përgjigjen. Dushi, Bushi, Lushi, Zoti Rama nuk pati forë si të rishte. Ta përgjigjen për këtë se është rëndësishme. Unë kam firmosur projekt ligjin që... Jo, pse sot të rojnë Dushi dhe Bushi? Orë sot rridash të lutem. Unë kam firmosur projekt ligjin që bënde një parandalim të çdo lloj rasti për të hyrë për të kandiduar qoftë për parlament, qoftë për zgjedhje lokale. E kam prezantuar dhe në parlament. Dhe sigurisht, çka ka ndodhur? Dhe sigurisht që edhe përmes kanaleve të komunikimit që kalojnë nga partnerët tanë, u kërkua që drafti të tërhiqet dhe në shtator tetor në sesionin e ri parlamentar
përmes një fryme konsensuale ndërmjet dy palëve. Kjo është mënyra që të kaloj dushet e bushim. Falë se të Të lutem tash mos abuzo. Të bëhet ligj. Dhe ti e di fare mirë që ka një komunikim që do rancojë. Ju falenderoj për bisedën. Krastiqi. Batuta e fundit. Batuta e fundit. Javën e kaluar patëm aksion për pastrimin e Tiranës. Problemi i madh i Shqipërisë është të pastrojmë parlamentin. Ma sa ne pam nuk ka shans për të pastruar. Okej. Ta japi po doja. Faleminderit për bisedën që zhvilluam, juve që na ndoqët. Nesër i transmetimi në orën 13:30 në Top Channel. Do të shihemi nesër mbrëmje përsëri në orën 22:30. Falenderoj miqt në studio, juve që na ndoqët. Mirupafshim.